Për të përcjellë në banesën e fundit, ish voleybollistin e minjor Vitor Mira janë shumë pjesëtarë të sportit shkodan dhe me gjërë, një prej tyre që ka qenë shumë mik i afërt me të në fushën e lojës dhe jashtë sportit është edhe Mark Kroçi. Kroçi humje e madhe për shoqërinë tuaj sportive, për Shkodrën, familjen e me gjërë. Është një moment i vështirë për ne, për familjen, vllahun, motrën, nipat, e sidomos për shoqën e Viktorit, Erin, me përcjell në banesën e fundit mikun ton, shokun ton, shumë dashur Vitorin. Vitori ka qenë një person që është sjell jashtëzakonisht mirë me shok, është sjell jashtëzakonisht mirë me familjen, ka pas një vullnet hekurt në servitje, ka dhënë maksimumin, ka qenë personifikimi i dëshirës për më marrë në sport. Është një shembull që mendoj që është për të kopjuar, është një shembull i cili gjithkush që e ka njoft mundet me transmetu dhe për këtë ai do të kujtohet për shumë kohë. Vitor Mira ishte një person, një voleybollist që luajti me brezin e vjetër, por pastaj u bashkua edhe me brezin tuaj më të ri. Unë jam bashku me Vitorin në moshën 16 vjeçare, 16 pak, në kohën kur kalova nga ekipi i të rive me ekipin e parë, dhe ai bashkë me shumë tjerë mund kanë prit jashtëzakonisht mirë. Jo me rivalitet, por një djalë i ri me perspektivë që e kuptuan krejt mirë nevojën që unë kishe për mu fut sa më shpejt në ekip, e për me dhënë për ekipin vllaznisë. Prandaj ky bashkë me Adrian Shirokun në më shumë mirë, për pritjen, për dashnin që kanë tregu Kashimeta dhe respektin për me mbështet ato vitet e para. Shkodrën e donte shumë Marko Vitor Miraj, dhe fakti që pas 26 vitësh në Amerikë, u rikthye përpara 3 vitesh për të jetuar në Shkodër, tregon që e donte Shkodrën dhe deri në momentet e fundit të ndarjes nga jeta. Vitori jo vetëm që ka dashur Shkodrën, por ç'është më e rëndësishme është një person që ka shpreh dashnin për jetën. Ai ka qenë shumë i motivuar bashkë me Erin, bashkë me shoqën e vet, për të jetuar jetën pas një sakrifice shumë madhe që kanë bërë me punë në Amerikë dhe në emigracion, sepse kanë ikë në vitet e para të ndryshimit sistemeve dhe janë kthyer në moshën për të shijuar edhe moshën e pensionit. Fati i tij keq deshi mundër prej këtu, por sigurisht që kanë gjëra shumë të mira për me kujtuar për jetën e tyre bashkëtorë. Mark Kroçi, faleminderit për këto mendime që dhat për. Faleminderit jashtëzakonisht për kontributin tënd në përkujtimin e këtyre sportistëve.